nuk prezanton dëshmitari Alketa Sadiku, deri me tani mas prezencë nuk e ka arsyetuar. Aprovohet propozimi që të ndryshohet rrjedha e prezantimit të provave në këtë procedurë. Fotoja e parë që ne kemi prezantuar është një ndër fotot që i kemi arrit me i siguru nga diskoteka Stop. Në natën kritike, Dibran Hoxha bashkë me vllahun e tina kanë qenë musafir në këtë diskotekë. Ku gjendet kjo diskotekë? Diskoteka gjendet në qytetin e Gjilanit. Si shihet në videoincizime, tash Dibran Hoxha shihet në kamera, i cili është duke kaluar komplet çështjen e sigurimit dhe është i vazhduar mbrana. Në foton e dytë shihet vetura Audi Q7 me ngjyrë të bardhë, cila ka disa karakteristika, si te gomat, lajsnet që janë ato pjesa e zbukurimeve edhe ka pjesën e xhamit që i thonë panorama. Sa i përket kohën e kena rreth orës 3:40 shihet duke dalë. Mirë po në bazë të kamerës. Po, 3 mëngjesit. Intervali kohor nuk përputhet me intervalin me cilën na e shohim tash, për shkak se ka diferencë kohore rreth 1 ore, që i bjeja që këtë që ndasht ora me kanë rreth orës 2:40, si kohë reale në bazë të videoincizime. 2:40? Po. Si kohë reale? Si kohë reale. Pse ka ndodhur kjo? Për shkak të DVR-ve, do të thotë videoincizimet të siguruara nga kamerat të kyllit dekor, janë disa incizime. Edhe në në këto kamera shihet vetura e cila është duke ardhur. Ky lokacion është shumë afër vendit ngjarjes ku ka ndodhur komplet ngjarje. Problematikat që në atë natë tek incizimet përfaqen për shkak se koha ka qenë e mjegullt, ka qenë natë, edhe rezolucioni i kamerave ka qenë i dobët për me pas qartësinë e qartë. Mirë po, duke u bazuar në deklaratat e personave dëshmitar, duke u bazuar në raportet policore, duke kërkuar se gjatë analizimit kërkohet edhe timingu koha reale, mes kohës që kanë qenë DVR, konstatojmë se në këtë video shihet vetura Q7, e cila është duke ardhur për në lokacionin ku Dibran Hoxha ka pasur lokalin. Kjo është thirrë këtu me na tregu në videoincizimet për shkak se prokurori tha ma le të kom mënyrë teknike. Edhe ta unë do të më lejë rolin teknik të tij. Nuk pajtohem as pak me A kyç mikrofonin tutë? e mbrojtjes, sepse hetuesi ka qenë i angazhuar pikërisht për të na spjeguar dhe për të ardhur deri te konkludimet të caktuara në lidhje me lëvizjet e të akuzuarit edhe viktimat. Në këtë foto shihet vetura e shtetazëve të Shqipërisë duke u larguar nga vendi i ngjarjes. Fotoja e dytë është po ashtu, e njëjta foto pe një kondi tjetër, prap e njëjta veturë e cila largohet nga vendi i ngjarjes. Pastaj pas 1 minutë e pak shihet vetura e shtetazëve të Shqipërisë, e cila lëviz, vazhdon edhe largohet nga. Ne kena videoincizimet e Isa Petrol, që është afër, prapë është në rrugën ku është lokali. Këtu tash e kemi veturën e cila është duke hyrë për Prizren, cila është duke shkuar për në lokacionin ku ka qenë lokali Cobra City. Shihet vetura Q7, ngjyrë e bardhë me gjitha karakteristikat të cilat kanë qenë në videon më lartë që e pam tek kamerat Stop. Këtu shihet pas pak minuta, 1 minutë e pak, shihet vetura shtetazëve të Shqipërisë, e cila largohet nga vendi i ngjarjes. Kamera tjetër, ku shihet vetura duke ardhur, edhe shihet vetura shtetazëve të Shqipërisë duke u larguar nga vendi i ngjarjes. Këto që prezantuat janë pjesë e videoincizimit. Videoincizimet të cilat prokuroria veç i ka dorëzuar. Nga ajo që u pa në këto foto të prezantuara nga gareshteri Faton Murina, nuk u vërtetua asgjë, sepse përpas fotografisë së Dibran Hoxhës duke hyrë në lokalin Stop, tjerat fotografia janë vetëm dyshime se mund të jetë vetura që shtat mund të jetë Dibranin te, mund edhe mos të jetë Dibranin, sepse nuk shihet asgjë, e patë edhe vetë me sy. Në potenciali të dështeri për Isa Petroli. Isa Petroli deri 3 kilometra e më shumë është larg lokalit e tha në përsit lokalit. E përmendi avokati yt, tha, a dini sa larg është? Kjo dhe nuk u pa aty, nuk po shifet se çfarë makine është. Këta e ka potencu se
se edhe ma poshtë se unë janë edhe lokale tjera të muzikës, ka mujtë me dalë për parkingit tjetër edhe në muzike, në kërë i ngjajshëm, se fabrika nuk e ka prodhu vetëm një qeshtaq. Nëse i shofim na për shembull regjistrimin, edhe nëse shifëm aty potencohet që është reale që di branja. Andaj trupi gjykus bie këtë vendim, shërtimi i sa të mëgjëtësor ndërpritet.